akoma. Okej, nëse nuk beson, shikoj atë ekran atje. Faleminderit Eltoni. Faleminderit Elton. Komplet e pabesueshme. Ke bërë surprizën më të veçantë. Garanta di që të gjithë do thonë, po pse nuk voli ky Shqipërisë? Pse kështu vetëm me këto? Siç duket nga ndikimi i TikTokut, se këto unë i kam pa veç në TikTok. Jo, do thoshe sepse në përgjithësi është shumë i veçantë, po shumë i veçantë në gjërat që zgjedh të bëj. Edhe në fakt unë jam shumë romantike, aq shumë sa jam, nuk ka se si të më ndiqte në këtë nivel, edhe unë gjithmonë i them që nuk jem mjaftueshëm romantik, po e vërteta është që është tamam në atë fjalin që nuk vlen sasia se sa substanca edhe thellësia e gjërave. Faleminderit. Toni të dua. Tani do ta komentojmë pak. Nuk di, unë takova burrin e parë në jetë që e din se sot, pas dite, u mbushen 6556 ditë. Që di mendon që s'ta llogarit të ChatGPT-a? A ChatGPT-a ka llogarit? Po, shumë kollaj. Mundet, pse jo? Ama çfarë numri i bukur pas ka rastisur. Po, e vërtet. Tani do thonë kjo që ka shtrik që si vlerëson gjëra të ra. Do me thonë, ditëlindjet e gjithçka tjetër e din nëse e din këtë numër. Po, është i rrallë. e vërtet. Tjetër, janë mira ditë jetuara, edhe një koment tjetër. Pastaj në fillim ishim 2, pastaj u bëm 3, më pas 4. Në të ardhmen, ti e di atë punë. Ajo balancimi jetës private me punën e vështirëson shumë. Po që t'jemi sinqert, ai djali i dytë, Çomaraku i dytë, na i ka shuar komplet shpresat, se ka qenë fëmijë shumë i lëvizshëm, shumë qaraman, edhe aty u demotivuam komplet, të dy, sepse shumë energji. Po bashkë me këtë, edhe të ndiqje ato gjitha proceset e zakonshme, ka qenë e vështirë, s'besoj. S'besoj? Jo. 5-shi? Numër i mirë. 5-shi i mirë, po të arrim mirë të 4. Okej. Gjatë gjithë kësaj kohë së bashku Shqipëri-Kosovë, gjithë Shqipërinë etnike, atë dhe diçka që mund të përgjigjemi. Okej, për partnerën që ka patur, për nënën që e bërë, karrierën e gjithçka tjetër. Koha ime në emision mbaron.